ose të parët, ose të dytet. Dhe unë besoj që ky është dallimi shumë i madh me periudhën para 5-6 viteve. Nuk ka pasur një situatë të këtillë ku Kosova qëndron kaq mirë sa i përket indekseve të demokracisë dhe të drejtave, e në anën tjetër dhe nuk ka pasur një situatë të këtillë ku kaq shumë është sulmuar, share, ofenduar edhe kryeministri. Por ju e dini shumë mirë që të gjithë jetojmë të njëjtin mjedis. Ajo prek kjo gjuhë e ashpër, zoti Kurti, e shihni, e dëgjoni, e lexoni, shembull kjo ashpërsia që po shihet edhe nëpër media, edhe në skenën politike? Ajo prek ju? Më duhet ta pranoj që në shumicën dërmuese të rasteve të kohës nuk arrit ta ndjek. Nuk arrit ta ndjek. Nuk arrit. Por atë a e keni ndjekur ndonjë pjesë që ju ka lënduar? Nuk e di, nuk po më kujtohet tani, po si më thon, unë e kam kuptuar se çfarë sporti pa rregulla është politika në Kosovë. Është pa rregulla. Prandaj besoj që është pa rregulla. Shembull, kur jemi tek gjuha e ashpër, padyshim që ka pasur gjuhë të ashpër ndaj juve, zoti Kurti, por nuk është që edhe ju e keni rënë keq, sidomos në ditën shembull të një fitore që e keni pasur goxha shumë të madhe në raport me pjesën tjetër. Ani pse jo sikur para 4 viteve që ishte, e quaj të gjithë opozitën hajvan. Dhe kjo... Nuk është e vërtet. Po ishte deklarata. Nuk është e vërtet që i kam quajtur të gjithë opozitën ashtu. Ajo çfarë kam thënë unë, ka qenë raport me premtimet lajthitëse, të cilët janë në rastin më të mirë iracionale. Po. Dhe ato kishin të bëjnë me tazëm buxheti i shtetit, merrni me mend, premtonin që do të jetë më i madh se bruto produkti vendor. Po, e vërtet që ka pasur. Ose në anën tjetër, thoshim që do t'i rrisim pagat 50% e pensione 70%. Ose ka pasur premtime të tilla ku thoshin që paga minimale do të jetë edhe më e madhe se sa 50% i pagës mesatare në Kosovë. Pra, iracionaliteti lajthitës i këtyre premtimeve ka bërë që unë të them ashtu si thash. Po ju nuk shuani për gjuhë që ik zoti Kurti, prandaj shumë kush ishte dashur të gjejë ndonjë fjalë tjetër, veçse që bëhet fjalë për lajthiti racionale bëhet. Pyesni kudo në botë, cilin do ekonomist, çka i bie kjo kur dikush thotë që buxheti i shtetit në mandatin e tij ose të saj do të jetë 50% më i lartë se sa bruto produkti vendor, ose që paga mesatare do të jetë më e ulët se paga minimale. E kështu me radhë. Domethënë, unë besoj që para se të themi që është problem